6 banorë të fshatit Imsht janë thirrur për deklarat në komisariatin e policisë pas konfliktit për tokat brenda argjinaturës, ndërkohë 10 të tjerë pa fletëthirrje kanë qenë të pranishëm jashtë komisariatit për të mbështetur njëri tjetrin. Sipas burimeve, policia ka ndërhyrë pasi banorët kanë kundërshtuar tjetërsimin e tokave që ata i punojnë prej 30 vitesh nga një pretendues për tokë të blerë brenda argjinaturës, duke theksuar se ligji nuk lejon kalimin në pronësi private të tokave që ndodhen brenda zonës së argjinaturës. Nuk lejojmë të na i marrin, janë toka tona që i punojmë prej vitesh, thanë ata. Kemi 25 vjet që na janë qenë për tokës lumit. U ndati me vendim Këshillit të Ministrave në 94. Toka që është anë e lumit dhe i përket atij fshati mbas harte, tu ndahet fshatit dhe u ndati fshatit. U ngriti komisioni siç që këteja, u ngriti dhe matan lumit nga gjinatura. Asnjë zeni, asnjë sherr për bukuri u ndati. E mbjellin u shken kalamajn. Të gjitha burrat këtu i shikon dhe çuna janë me kalamaj. Mbjell grurin e vete atje, vete shkel me kë. Kush e di vëlla që vjen? Nga je? Bëj pyetje, s'kthen përgjigje. Nëse na forresin këtu, vinë atje për të zënë. Për këto toka mësohet gjithashtu se nuk ka as vendim dhe as dokumentacion për kalimin e tyre tek një tjetër individ juridik apo fizik. E kemi pastruar, kemi shkruar rreth plepave, edhe kemi punuar sipas komisionit që na ndau, nga 800 metra përfrym. Tani boti na vjen edhe na dal ka fituar letra, jo këtej po andej kot najer. Edhe i thash kaq, sillni letra tash, ta dim dhe ne tash si fshat. Kush i ka dhënë këto letra? Si qysh tek, si rrjedhojnë këto letra? Po ndronte surrat, jo këtej po andej, po mi ka dhënë Bilbiri, po mi ka dhënë filani, mi ka dhënë ky. Në rrjetet sociale, deputeti i Partisë Socialiste Erion Braçe denoncoi sipas tij grabitjen e tokës publike për ndërtimin e një parku fotovoltaik në fshatin Imsht. Deputeti Braçe po në rrjetet sociale tregon se ka marrë kërcënime për denoncimin e bërë, por ai thotë që nuk do të tradhtojë njerëzit dhe interesin publik. Ka marrë një kërcënim dje në telefonin tim personal nga një farë zoti Çekresi. Kështu prezantohet. Është nga këta zëngjinit e rinj që janë përhapur këto kohë shumë në territorin e këtij vendi. Çfarë më kërkon? Që publikisht të tërhiqem nga mbrojtja e tokës së lumit Seman, pra fshatit Imsht, por me gjas nga toka e lumit përgjatë gjithë lumit Seman, ku shtrihen interesat e tij. Unë nuk jam njeri që kam frikë. E mbi gjitha, përballin e kam mënyrë jetese. Banorët e Imshtës shprehen të vendosur për të mos lejuar tjetërsimin e këtyre sipërfaqeve, ndërkohë që prokuroria e Fierit vazhdon hetimin e kësaj çështje.